E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë dhe për të komentuar bashkarisht ngjarjet më të fundit. Tani, i gjithë publiku në fakt është pak si turbull ditën e sotme, se çfarë ndodhi natën e mbrëmshme me nominimin. Do me thënë, nuk pati një sqarim nga ana e Ledionit, apo pati një shkelje të rregullores. Ju e dini shumë bukur që Rogerti ka marrë një zarf të zi. Dhe në atë zarfin e zi, Ledioni pati lexuar që Rogerti deri në ditën e fundit të Big Brotherit, kur do qëndrojë në shtëpi, do të jetë në televotim. Por çuditërisht, një gjë e këtillë nuk ndodhi. Natën e mbrëmshme, pas sqaruar publikun se si do të shkonte përzgjedhja e çifteve nga ana e liderit, Rogerti u përjashtua nga ky televotim dhe në televotim shkuan Brikena dhe Mateo, Gimbo dhe Selin. Në fakt ishte pak e çuditshme, jo se edhe po të ishte Rogerti në televotim do të dilte nga shtëpia në këtë kombinim, por qëllimi është përse duhet të thyen rregullat dhe të mos të flitet apo të mos të sqarohet te publiku se si në fakt do të shkon ky televotim, domethënë se si ky televotim do të rjedh. Publiku sot është pak si në ajër, por jo, Rogerti nuk është në televotim, derisa nuk ka dalë, domethënë as në faqen zyrtare të Big Brotherit nuk kupton që këtë javë Rogerti ka shpëtuar televotimit. Tani do të ketë një sqarim të shtunën për të gjithë publikun, që publiku ta kuptojë se si qëndron puna, sepse Rogerti nuk duheshte që të largohet nga televotimi. Pa marrë parasysh çfarë përballje do të ishte, Rogerti nuk duheshte të largohet. Edhe në televotimin me zarf të zi që u hap për Gretën edhe për Markon, Rogerti ishte pjesë e atij televotimi. Do me thënë, rregulli në Big Brother është rregull dhe nuk duhet thyer. Por siç duket, për kuadër të interesit, të lojës, të klikimit, pasi që mbrëm ishin shumë të fokusuar që Miri do ta bënte këtë lëvizjen, produksioni harroi që ta shkrua në skalet që duheshte të shpjeguar për publikun që Rogerti nuk do të jetë pjesë e këtij televotimi. Por në qoftë se ka një shpjegim tjetër që në televotim do të shkojnë vetëm çiftet, siç e tha Ledioni, atëherë do me thënë ka një lloj sqarimi, sepse Rogerti ju bë një pyetje. Në fakt ju bë Nikol një pyetje. A dëshiron që të shkosh një çift me Rogertin? Nikol tha jo, po edhe sikurse të shkonte Nikol një çift me Rogertin në këtë pikë të lojës, nuk ma merrte mendje që Miri do të nxirrte në një televotim Rogertin. Domethënë diheshte se kush do të ishin banorët që do dilnin në televotim. Kështu që për ta mbyllur, domethënë për publikun, Rogerti këtë javë nuk është pjesë e këtij televotimi.